Malësia, lisa e qatë, për më bëmë vetëm këta 11 familje, se për këtë e kishim, edhe për më me shtoja për në amet ne, si këshil me kanë pëngjes, se na s'kena vërdit vetëm me kalua si listë. Besoj. Nuk është një medje, për saksi këtë vene, këtë territor, është detyre jona, a sa këna mundësi për me gjenë sa më të sakë si më të mësoja. Edhe kjo nuk është një gjë, unë jam plotësisht dakord. Edhe me sa më të sakë, edhe këta me shkua të qytetarët me jasë kërkua më qërë. Sa më arë një lista, pëse mos marë komplet lista, më bëhë krejt. Atëra, pa kush të si më të nga i pytje tjetër. Jo, në tjerë të thëmë edhe një hera që bëjmë tjere të specialistët dhe vërtarës që tjetë të pranishëm tu, unë jam shumë dakord sepse kjo është në zbatim të ligjit 2020, a në bërë përpjekjet, jam takua me të plakun, me shqiptarë, por edhe kjo është vetëm një shtys që me vazhdua punën më në teshme, sepse nuk është, kjo nuk është zgjedhje përfundimtare, por të afrohen të njerëzit, të krye familjarë, të krye plaku, edhe gjithë ne bashkë të bëjmë mundën që toka të shkojë te Zoti. Desha me apo s'po di kush me bona, e dyta listë si kaloi. Për të parën lista, kanë marrë certifikata persona, ta dihet. Kush s'ka marrë asgjë. Pra, atëra, është e dyta listë si kaloi. Thjesht është të aprovojmë të japim mundësi të vazhdojmë monedën. Pra, unë po thash pra, edhe në si pjesë e qartë dhe dhe prej këtine, para pjesmone, ashe pjesëve, ta kërë trashkis, mos me prunë prej një të mshirë, se vena në pozit, edhe këshima rajna të venimit e ti. Atëra, për këtë listë dhe hilin, kush është dakord një listë dhe atëra me ato dhe vazhdojmë me pikën 5 e njëjtë atë gjë për një sistem administrative shkret, fshati Reç. Besoj ata kush na I pyetje për po, jo, apo atë gjë atë. Jo. Kush ka dakord edhe pyetja? E njëjta procedurë besoj. Miraturë dhe pika 5, atëherë vazhdojmë me pikën 6, trajnit ditës, dhënien në përdorim rinovim kontrate të sipërfaqeve të përmirësisë publike të Bashkisë Malësie e Madhe, shoqërisë Vec Energy SHPK. Po, kush është ata lexojmë, ta shpjegojmë më qartë apo të me ful para se ne të pasojmë juristja Mozart apo jo? Juristja Shqipërisë. Apo ja, çfarë? po. Bazuar në kërkesën e sjellë nga shoqëria Utës Energji për rinovimin e kontratës së qeras. Një sekondë. Ju paraqesim relacionin për rinovim kontratë qeraje për shoqërinë Utës Energji në dhënien përdorim të tokës në ekonominë kryerore Lidina Cemi, Ministrinë Administrative e Kullën për një afat 10 vjeçar. Sa ka pasur renovimin përpara? Ka kanë 5 vjeçar, është bërë 10 vjeçar se ka ndryshuar VKM-ja. Ka ndryshuar VKM-ja, edhe është ndryshuar edhe afati. Çfarë ndryshimi të kohë? Unë thash edhe më përpara, domethënë na nuk jena mund të jena këtu, po për arsye ku kanon, po domethënë dy kryetarë bashkie ndrohen, po solullojmë, nuk ka rrallë tjetër, edhe aq ka absolutisht Në vitin 2022 ka ndryshuar VKM-ja, që edhe të përcaktuar me 559, istanoni shpalli 2022 që ka ndryshuar edhe se ka ligji Martin Zoj. Domethënë që shive që të vinë, mas 2 viteve, edhe 4 vite tjera, edhe 8 vite, domethënë nuk ka lidhje fare me këtë problem. Unë po ta sqaroj edhe në diskutim këtu përpara se si është problemi. Aty është tokë e dikujt, pronë e dikujt. Si u diskutua këtu se I vite këtë se edhe procet atje me thonë, domethënë këto bëhen hatërvaqe përpara, domethënë, pra ne se qova kartonin unë, esë nuk u qova për me diskutua. Të gjithë që jena në këtu, edhe ata që janë këtu, kanë prona. Bëhen vetëm 11 familje. Se ju ikni edhe diskutimet nuk jashtë unë, edhe ikni të tonë edhe vetëm se rrinë nani kryetari aktuale diskutojnë me njëri tjetri. Pra nëna duhet me I pa gjonat mirë.
Atëherë, nga Sërqen Paraqit, janë pjesë e fondit kryor të Bashkisë Malësie e Madhe. O zoj, jam të thonë është toka e filanit. E filanit. Janë to diskutua është pronë e tina. Atëherë, ky hec, që në momentin që flasim, është i ndërtu. Unë të respektoj, po duhet më referua kësaj na, që nesër në shën, dhe ai do me thonë e fiton me gjysë se prej te i favorit që i bani ju. Jo për këtë, për problemin e jetësit aty, po për gjitha gjonat i bani vetëm ju administrata. Vetëm ju. Ju kini me pa, nëse kini shqe ligjin, ka me pa shkollën juridike. Unë pesëre e ma gjatë. Problemi është këtu. Te kjo e ka prunë referencën në rregull. Shpjegoja jo pak a shumë sa i Por jo morë burë se kam me ashtu me zero për çka kena. Problemi që ka rrallën e parë ka në mënyrë të gabume. Pranajna ne do ta votojmë. Pse do ta votojmë? Për arsye se nuk jena kundër biznesit. Jo personit atje. Ta marrojnë që. Po, ta marrojnë Franco. Ja, e man në mbrojtja atina që ka pa për para. Tarifa. Pra nejna, këto duhet kena kujdes, edhe për i drejtohen prapë saj me juristës. Duhet pas kujdes për problemet që t'i binit sakta, njëkosisht edhe këto, edhe kryetari, edhe sekretari, që njerëzit atje, unë ju garantoj, për sot tjenë, zonës këllmenit atje, hece, nuk të të pahen, hece të reja, e përsëris, edhe njëra, të në gjojnë në përmes on medjes këtu, as kanalizime, as hece, dhe se i cili po erdhi problemi, si që i thash juristës, që në catë marë pronësin e tokës, do të merën masa që është në kryeministri, e ministrit përkatëse, që ta lirojnë tokën e se cilin, dhe ta marë pronën e vetë. Ato janë ba, nuk është faj i bashkisë për hirë vërtetës, këto, tash kohë telefonit të kryetarit të një marinaj, as këtyne, për hece që janë ba atje, janë ba në përmes kryetarëve të komunave. Dhe ka dhe tjera, pra toka aty, që nuk janë mund funksionim, që e ka marrë me ligjë. Për nej, unë jam dakord që ta votojmë, për arsye e presis dhe jena, na nuk jena kundra ati biznesit, por të gjitha biznesit, na i mbështesim si këshiu, edhe por zbatohen rregullat edhe ligjet që janë në fuqi. Mos shkelen në shkalla juridike. A vajte ripyetja? Atë po, Do hecët për qa banë atë në këllmenit? Heci që kena paraqisë Po jo, për qa banë para hecët? Hecët, për qa ndërtohen? Kjo është ndërtu. Mirë, për qa ndërtua? Ka dhe kontrate për shqiptiret energjisë elektrike. Po thoj, tanë ato hecë punizojnë tanë qarkun e Shkodrës në një kohë që këllmeni s'ka drita pakten në 7 ditë kalendarike gjysën e kohës. Kyte këtu kam balë në sunë e di, ma mirë se sa ditë, se për qa ndërtohen. Po kur s'ka energji elektrike, për qa janë të hecë, ku i shërbejnë të hecë? A vetëm me mush gjepat ata biznesmen që i kanë bashkë me qeveritarët ati. Po mirë unë për me kamer të një, unë këtë të vedhëm se s'kam gjavër se në të tasë. Nuk është ajo për i tjesë me Për gjithë se ata shok tu, ata biznesmen që marrën milione edhe drita s'ka këllmeni. Jo ata janë për ajo është një për histori më të. Ajo drita ma kjanë regullë. Drejtojë di për tjetër me të. Si drejtojët, s'pata gjanë për sënojnë dhe rejtë. atë janë vërë. Fix, që është të një Atë jemi votim edhe me Jo, se në votë. Se kanë janë në dalë. Të vojnë drita, Kunder 3. Miratohet dhe pika 6 edhe një ditë, vazhdojmë me pike 7 edhe një ditë të këryshme. Ku shka në
Ashtu bari konstruksion rruga nga Gradeci, pra nga Marshanjë në rrugën nacionale. Shumë mirë që bëhet. Sipas informacioneve bëhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, por ky Fondi Shqiptar i Zhvillimit se ka planifikuar me bë 2 muaj, 3 muaj përpara, ose me bë mas 11 muaj. Në ato pozicë i thon asfalt elektoral. Se nuk është periudha tash me bë asfalte në asnjë njësi ose në asnjë bashki të Shqipërisë deri mas dasmit. E dyta, përse i sekond mirë, e kishim bërë para 1 muaj, para 2 muaj, mas 11 muaj këtu jena. Përse rruga kryesore edhe më e domosdoshme nga Bajza në syrin e Sheganit që me zikalohet. Përse nuk është? Po të i vota ta përshojmë se erdhi nuk që gati, me një vlezoj. Ta marojnë me rrallës, Franco. Mos mërzit për vota ti. Ta flasim me rrallës. Pasi mujtë në më Gjovalim. Pasi mujtë në më. Përse nuk është ma nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pse nuk është ma asfalti në Gashaj Mëkset, në rrugën që është ma problematike flas. Kaq. Jam pregatitur dhe jam pjesë e atij komunitetit, jo kjo saktë fjalë për bufola Në kryetarja është kjo. negociohet për Në kryetarja e bashkisë e kjo. Në kryetarja e Sheganave reprezentant të jashtë. Po, zërës, ai çana një orë pas të përpunojnë, edhe pas përpunimit saj vazhdojnë edhe në rrugë tjera. Kjo është, nuk e di se ne ka dikush, nuk ka dëshirë dikush të bëjnë rrugësh. E di. Nuk jetë rrugë. Ti e drejtori i shkollës atje, ku kena nën kryetare. Gaca pa mund të kena kundër si mushtrua jo tana. Po rrugë e Gashas na shkaluat atë dy herë. Ma dakord pa të kaluar. Apo se janë votë ku janë votat. Ne e dim, nuk kena butë allaj. O, nuk ka shpota. Prej ka vitë se kena na prej le planetit tjetër. Po jo garantoj. Po jo më burrë dha, mos na bana votati për të vim to. Të nuk asnjë vot. Mos e mundëm me bë avukat në bashkisë sa e si vim to. Jesh vota kasa. Tash po na bën me folën me ti çip se Asnjë vot nuk ka. ka po na bën me çuan spat. Asnjë. Ka po na bën me çuan spat. Ku dush me Gac, ta dish si je për spat. Po ta thot frangosh i tu je për spat, mos ta bën me hi aty ku nuk duhet. Okej, va u ke me bon ke me bon. Se ti paguash për me bon avukatin i tu. Asgjë. Okej, ma ne ku kena të kuaj për rrugën e Gashave, her tjera si me no. E mos me apë asnjë ton, kur tim të vull për rrugën e Gashave, mos me fol. Unë jam për rrugën e Gashave. Se cili është për vetë. Për rrugën e Gashave dhe jam Tani me pas kujdes, mos bëni avukatin. Është puna me, po që do Mos bëni avukatin. Bashkia mërësisë. Se na i dim tana e mia tana pozicion si mund. Për çfarë feti më? Për rrugën e Gashave jam pro. Keni kujdes. Shumë dëshirë. Për çfarë feti? Se rruga e Gashave ana shkalu 2 herë. Rruga e Gashave do të ndërtuar 1 minutë më parë. Por pjesa e qenjes fondeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit nuk është në dorën tonë. Ne nuk mundem me thonë që mos na vini fondin tash mos t'ia ushtrojmë rrugën qytetarëve. Edhe nuk është krejt asfalt elektoral, se nuk është se kena me ke rrugën mas zgjedhjeve. Si morëm si morëm votat në atë. Siç kena dalë edhe herë tjera. Po që sigurisht edhe për rrugën e Bajzës. Si banore të kisha dash mu bon, sepse është e atraksioni i mërë. Si e masna mos më bon. Më bon kura kura. Po, jo, është një... Por që edhe kur punojmë verës, se punoni verës. E një vetin shumë inferior kërshi problemet e komunitetit për problemet që shqetësojnë komunitetin e marxismit. Jena këtu përfaqësues, që na kanë përfaqësuar për veçaj hallet e me për me mbrojt interesat tona personale. Unë ja filloj këtu me përgjithësinë teme që çështja e këtyneve që do t'i them janë mos e vërteta. Çështja e asistencës është i gjatë qesharake.
me shumë ta dhe më thonë, edhe 6% që edhe asistencën kam ka vetëm një aspekt që i kam pa 110.000 lekë, ku janë 6 familjarë. Llogaritë të tjerë, masë janë me raport mjekoligjore, ka nënat, ka 90 vjeç, 95 vjeç, edhe nuk ju përgjigjet bashkia. Bashkia në përmes shtetit, flasim, ose me buxhetin e këtyne për me mbuluar këto gjëra. Flasim për çështjen e nuk ka drita. Drita nuk ka kurkun, se po lexovi për çështjen e aty në hecet nuk funksionojnë, se nuk e kanë bën atë metodë, ose nuk interesohet kurkush. Ata vazhdojnë punën atje, për hir të test me teknologjinë që ka dalë, ai shef se sa ka kaluar ngrit atje, edhe me tavën atje pina. Por drita nuk ka në bajt drita, shpesh herë edhe në shkrel po që po, edhe bizneset, edhe po fillon edhe temperatura, edhe mos anej, edhe i fje mishë do gjona që i po as ujë. Do më thonë nuk kena për me në këtë kohë, në këto temperatura. Shkojmë të çështja e shtesisë. Kam fol edhe po flas. 16 qendra shtesore janë hjek në inventari. Pa nuk janë hjek, por nuk ka vënë kush dorë absolutisht. Patarë dhe fond nga ministria, janë 80 milion, është ban e përsis, a ban reshni. Është rekonstruktuase e re nuk a ban. Pra, komuniteti nuk ka shërbim shëndetësor. Dhe këtu të lutem në vend në rënin e ditës, edhe një hena që të vinë drejtori këtu, për me dhanë qarime për problemin e këtyne. Se ka kënë ajrizaja, rallën tjetër, po u kriju e një lloj aleritetit këtu edhe ikolaj në mes këshillit. Shkojmë të çështja e infrastrukturës. Unë se më thani, unë i thamë e thua thatë vërtetën, e thash faleminderit. Atje ku bëhet, që bëhet një ndërtim, unë e thëmë vërtetën, në Vukël është u bën një rrugë, të shkoj edhe në Nikç. Pavarësisht fondi, asa është akorduar, si kanë mundësit ata me i bën. Por është zënua dhe nuk ka rrezik, si më thonë, për kalorësit me makina edhe për këto. Por ka probleme të tjera, sa dush. Është krevenica e Hotit, është kërkuar disa herë. Aty e dim gjithna, edhe disa që kanë funksionar aty, vazhdimisht aty kanë shkua, por nuk mund shkosh vetëm me bane pas makinë që janë shumë ashtu Toyota për me shkua asaj rrugë. Është të rruga të Lagjeri, janë aty edhe borresat, ku ishtë është tërp me qua një rrëdhë dhe më thana kur kanë patkesis me kalua në atë ben aty. Pranejna, në këto ka shumë probleme tjera. E kthehen pak aty të pika e ma përpashme që tha që personeli shërben, po si ka mundësi me shërbyje dhe më thonë në mes rrugës, aty që jetën nuk ta falë shnetësia, jetë një komplikacion 28 sekonda e ka. Roksen anafilaktik quhet, i shpejt. Si ka mundësi personeli, pa ambulanca aty. Pranajna e thanë edhe për çështjen e rrugës bashe, ka shumë rrugë tjera në lagje që nuk mund të kalohen. Unë për hir të test them që edhe bashkia të interesohet këto, nuk është problemi të dalim të puna e votave, votat i keni pa. E po i drejtohem edhe Lulit që bani fije replik me ata, ka me i pa edhe me dëmletën, e ke parasysh, se si ashtu se nuk i keni shërbyer komunitetin. Me dëmletën, me një mletën vatohen, me dëmletën, i shpalosim edhe i shohim. Nga idiotashi. Lulo, pranajna atë në komuniteti për drejtohet si e kryetari qarku, edhe kryetar partijet, pranajna jetë të probleme janë e i thëmë me përgjësinë dhe mëllë. Edhe këto, sekundë e përkujova. Pranajna jetë të i thëmë me përgjësinë dhe mëllë. Që tani edhe ministrat atje, ministret e kushtot që tjenë që komuniteti i malësis mëllë. Se ata qytetit tonë, ata tash kandidat që kanë ardhë,
Tani thot ata malsort, na jena qytetarë tonë të ashtot, por do më thonë anaksojnë ata qytetit me fshatin, ose me qytetin e Madhësisë Madhe. Dora pak e burë. Pra nëjna, unë këto kishëm, ju faleminderit për mirëgjestjen. Po ardha. Kam një pjesë në dy sa më nuk shatë dëmare, para një vit 2 vjeç se sem të këtu. Është miratu një rrugë në mare me emrin Simon Rumia. Dhe aktualisht ajo familje pretendon nga sa ruajnë nga sa si janë miratu këshillash. E kam në mendimin këtu. Urbanistika që është përgjegjës Në rastin konkret në 2 rrugë si janë muhe në Kastrat, në qatë një unë e këna me atu, shqilla e kanë bunë ata familjarë personalisht, se me prit me ju shku procedura dhe procedurën... Të miratohet por se vena dhe të vese, nuk është se kështu shumë. Amira. Për sa i përket polër. Ju ku sa herë si të qojnë dojnë të normal për zote, u bile, po dua me qua t'i kush me a një fjallën marë për të fjallën Jo, se jam të folë të kohës, po thëmë. Se jo, me i fjallën, se kena, sa të dush, po. Kisha për Marku në qa. Marku Mirbol dhe le thot që është bo rruga e Vuklit e është bo kja është bo jo. Po në të në shërbim kujt të tjerë. E janë komunitetit apo së janë. Edhe në kjo si këj komunitet nuk ka marrë investime prej kësaj qeveri, adherën kjo për mu s'ka kuptim. Kjo që i thonë komuniteti që nuk është investuar në Madhësinë e Madhe ose nuk jashtë shërbye komunitetit Madhësisë Madhe, adherën është i dhe gjo, nëse komuniteti e vlerësën këtë gjo, normalisht që s'kam në anë votat. Por, si që tha vetë, votat kanë me treguar. Një parje besoj se nuk e një si vot. Besoj, Asi vot se më po mirë marë, nuk jena për ty këto. Po thëmë, si asi vot se më rëtonë. Asë më kjo vot, asë i këni mërë për të më Aja është... Ja dhe i sholle o hapë zotit së një popull me marë për tjetin, se qajni ty rajnë dhe ty mashtrua. Ashtë menimi jëtë, kusht rajnë për vedin. Se da me thonë qeveri rëna, qeveri mashtrimit, qeveri vjelljesh, i kjarë. Qeveria e Tiranës. Kush voton këta, ma mi e qojnë e tjo në Hordona. Kush se dine u gazaj vetëm. Se do me thonë 4 vjeta në kojnë, rojnë kuna prapi u votë. I votoje. Veç, ku votëm ma mirë më që në Hordona. Se janë një 10% si ja shojnë hajin, e 90% i shojnë qërën. A pra, jo, kam në gjithë, jasë me rani jam me rani tjetë. A ke mund që të më sëfër që pasë kur në fjallën veti mu që me thonë që du? Ti përta, se du të me keni klasën, Nuk kena dalë të infrastruktura të këto unë, pas nuk i ke shërbyer. Qyre, unë lokal me ty aty, frene komi, nuk janë rrugjet komunitetit. Ajda na nuk thame se nuk ka bo. O të aprish o dhe borri, mërë. Edhe ty e mua ati e drejtë e për aprish e si qa. Po më së zani se bashkini, mos kemi mërak. Manovra elektorale. Asi lëm s'ka. Ma të pasër se ke bana e një tonë. Po manovra elektorale i keni se bashkini. Edhe nësë Hajde, keme dalë forse parë. Manovra e keni. Ne kuptojmë nga manovra tu e mos keni mërak. Bashkini ty barë. Ta shumë ka të pushash. Gjova. Po keni bana atë, po dy shteta.